Aktori, regjisor dhe aktivisti politik Rob Reiner dhe bashkëshortja e tij Michelle u gjetën të vdekur në shtëpinë e tyre në Los Angeles. Zëvendës shefi i departamentit të policisë në Los Angeles, Alan Hamilton, njoftoi se oficerët u thirrën në banesë vonë pasi të zbuluan 2 trupa. Ngjarja po hetohet si një vrasje e mundshme, megjithëse deri tani nuk është identifikuar asnjë dyshuar. Reiner, 78 vjeç, është i njohur për rolin e tij në komedinë televizive All in the Family dhe për regjinë e filmave të suksesshëm si The Princess Bride, This is the Spinal Tap dhe When Harry Met Sally. Ai gjithashtu shua për aktivizimin e tij politik, duke mbështetur kandidatë demokratë si John Kerry, Al Gore dhe Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale. Gruaja e tij, Michelle, 68 vjeçe, ka qenë fotografi dhe autorja e njohur e fotos të Donald Trump që shfaqet në kopertinën e librit të tij Trump, Arti i Marrëveshjes. Kryebashkiaku i Los Angeles, Karen Bass, e përshkroi humbjen si një goditje të madhe për qytetin dhe shoqërinë, duke theksuar kontributet e Reiner në kulturën dhe drejtësinë sociale në SBA. Gjëra ka të rënditur komunitetin artistik dhe publikun amerikan, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e vdekjes së çiftit.